Çka preferojnë të lexojnë fëmijët sot? Interesi jam sidomos qëndron në libra mister nashta ku ka ose që ka nashta plot pak ma kompleks ku nashta edhe nuk e dim tërkohën se çush ka me vazhdu ngjarja apo çka është duke ndodhur. Për dëshirën tame, unë këto libra më duken shumë ma interaktiv, më duken shumë ma interesant, se sa lektyrat e zakonshme që i kena në shkollë, ku shpesh herë ploti është i parapam, unë moj me prit, ose e di si ka me ardhur si rrjedhoj vazhdimësia e lektyrës. Janë pikërisht lektyra shkollore, për të cilat është folur sot në konferencën e ETEAS me rastin e ditës ndërkombëtare të librit. Aty u publikuan gjetjet e raportit hulumtues, shqyrtim kritik i lektyrave shkollore. Puna e vazhdueshme hulumtuese që nga viti 2018 deri në vitin 2023 solli një analizë mbi tekstet letrare që rekomandohen për lexim në nivelin e mesëm të ulët të arsimit në Kosovë. Qëllimi kryesor i hulumtimit ka të bëjë me shqyrtimin e gjuhës diskriminuese dhe përjashtuese, dhunës e diskurseve gjinore dhe nacionaliste. Organizata ETEA në çdo vit, me rastin e ditës ndërkombëtare të librit, bjen të dhëna objektive, dhëna shkencore për sa i përket kulturës leximit dhe gjendjes së librit në Kosovë. Është rezultat i një pune të vazhdueshme të organizatës ETEA, një pune kërkimore hulumtuese. Përkatësisht 5 raporteve hulumtuese të zhvilluara nga viti 2018 deri në vitin 2023, të cilat na flasin konstant për një gjendje alarmante të kulturës leximit në Kosovë, e sidomos tek gjeneratat e reja. Ky raport është ndër pasqyrat e para që ofrohen në Kosovë, që kritikon përmbajtjen tekstuale në shkollat në Kosovë. Kemi mbledh listat të rreth 10 shkollave në krejt Kosovën, me lektyrat e rekomanduara për mes klasës së 6 edhe klasës së 9. Dhe këto lista i kemi analizuar pastaj në bazë se cilat janë ato vepra letrare të cilat përsëriten më së shumti brenda listave. Ilustrimet në këto lektyra, sipas drejtoreshës së kulturës në komunën e Prishtinës, fuqizojnë ideologjitë seksiste dhe patriarkale. Fatkeqësisht edhe sot tekstet shkollore vazhdojnë të jenë përplot me stereotipe gjinore, me gjuhë diskriminuese dhe kjo vjen si rezultat i mos angazhimit institucional dhe rritjes së ndërgjegjësimit, krijimit të politikave adekuate për përditësimin edhe të listës, por jo vetëm të letërsisë, por edhe të teksteve të tjera. Në tekstet e matematikës, për shembull në ilustrim, ku 2 vajza nuk mund ta zgjidhin një detyrë matematikore, një djalë zgjidh atë detyrë, kështu që në mënyrë indirekte krijon kuptime që profesioni i matematikës, fizikës edhe disa të shkencave eksakte kryesisht lidhen me gjinin e djemve, se sa të vajzave, përkundër që realiteti tregon të kundërtën. Kështu që gratë kryesisht prezantohen brenda ambientit të familjes, ku natyrisht kur prezantohen gratë në këtë sferë private, mandej gjenerohen edhe disa stereotipe për apo virtyte që karakterizohen edhe me trupin apo biologjikën e grave, që dallon tërësisht nga ajo e burrave. Unë vendosa si udhëheqëse e studimit, vendosa ti intervistoj autorët e teksteve, të intervistoj shtëpitë botuese dhe të shoh se sa ata janë të ndërgjegjësuar për sa i përket perspektivës gjinore. Dhe unë faktikisht mbeta në një pozicion ku më erdhi keq nga ata sepse asnjëherë s'kishin dëgjuar për perspektivën gjinore. Hulumtimi nuk synon të mohoj vlerat kulturore dhe historike që sjellin shumica e veprave që u jepen fëmijëve në shkolla. Mirë po tenton t'i kushtohet vëmendje e veçantë mënyrës se si ato lexohen dhe interpretohen tek nxënësit. Lektyrat, qofshin lektyrat kanonike ose qofshin lektyrat të traditës ose lektyrat bashkohore, të gjitha janë të rëndësishme. Të gjitha janë të rëndësishme. Varet nga mësimdhënësit se si i drejtojnë çështjet të cilat
janë të plasuara në lektyra si materiale mësimore. Kemi marrë një pjesë të tregimit dhe ja u kemi dhënë nxënësve që ta interpretojnë atë pjesë dhe se kuptojnë ata. Dhe përbes rezultatet janë bajagisht shqetësuese kur një pjesë e madhe e nxënësve nuk dinë me komentu ato që e lexojnë. Një nxënëse e një shkolle private në Prishtinë tregon për dallimet mes shkollave publike dhe private sa i përket lektyrave. E kemi pjesën e komentimit shumë interesant, se nuk kemi goti kur nuk kemi me shkru referat gjatë. Her e kemi me shpjegu për mes vizatimit, her një flet ku cilish personazhe je ti preferum, çka të pëlqen, çka kishe dash me ndru, ka një herë në për hamera. Fjalët e Borës e shumë nxënësve të tjerë dëshmojnë se për të nxitur dashurinë për leximin dhe zhvillimin personal të fëmijëve, është thelpsore që lektyrat shkollore të pasqyrojnë interesat dhe realitetet e tyre, në mënyrë që çdo nxënës të mund të gjejë veten dhe të ndjehet i përfshirë në botën që libri krijon.